Dyshimet të forta për korrupsion dhe favorizim kanë ngritur tendri i fituar me vlerë 294 milionë lek ose gati 3 milionë euro për punime primare, furnizim dhe vendosje e një autotransformatori të ri trefazor dhe punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese në nën stacionin Oxhar nga operatori i sistemit të transmetimit për zonën e Fierit. Faktet tregojnë se historia e kësaj gare për fondin publik është një tejfryrje e kostos sepse praktikisht po kryen punime mbi një tender që ka mbaruar si projekt nga vetë OST-ja. Mirë, por shoqëria publike drejtuar nga administratori Elisi Ambici nuk është ndalur me kaq dhe në dhjetor 2025 do të hapte garën për tendrin, por tendri do të anullojë për mungesë ofertash. Përsëri në mars 2026, operatori i sistemit transmetimit do të rihapte garën dhe në fund të majit do të shpalte fitues në një garë pa garë, kompaninë 4AM të Ardit Metaliaj. Ky tender do të shënojë me flamur të kuq pasi kompania Rafin Company, SHPK, do të skualifikojë për mosplotësim kushtesh, duke i hapur rrugën automatikisht si fituese kompanisë të Metaliaj. Duhet theksuar se oferta e Rafin Company ishte rreth 500 euro më pak dhe ishte më e leverdisme për shtetin shqiptar, por jo për interesat okulte të zyrtarëve të lartë. Dokumentet zyrtare të këtij tendri provojnë se një pjesë dërmuese e zërave të këtij preventivi po paguajnë për punë që në një stacion të ndërtuar Rishtas janë kryer dhe janë paguar më parë. Kjo pasi në stacioni Oxhars është projektuar dhe ndërtuar nga OST si një projekt krejtësisht i ri, me çelësa në dorë. Në specifikimet standarde teknike të vet në stacionit përcaktohet shprehimisht se bazamenti i autotransformatorit do të projektohet për peshën dhe dimensionet e një autotransformatori 150 MW amper. Rrjedhimisht, sheshi, kanalet e kablave, gropa e vajt dhe bazamenti struktural ekzistonin të gatshëm. Por OST-ja ka hapur një tender ku e pagon 4AM për të ndërtuar nga e para një bazament që sipas kushteve teknike fillestare të nën stacionit duhej të ishte përfunduar. Abuzimi thellohet edhe më shumë te digitalizimi në stacionet.